Në 6 vjetorin e pavarësisë, Kosova është vënë në përpjekje për të shtrirë sovranitetin edhe në veriun e banuar me shumicë serbe, përmes krijimit të institucioneve të pushtetit lokal në bazë të ligjeve të Kosovës. Në veriun e Mitrovicës sot u hap fushata 5 ditëshe për zgjedhjet e 23 shkurtit për kryetarin e kësaj komune, ndërsa tashmë 3 komuna të tjera atje kanë zgjedhur drejtuesit dhe kuvendet e tyre komunale. Përfshirja e asaj zone në zgjedhjet lokale të Kosovës u bë e mundur në procesin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu. Në vitin e 6 të pavarësisë së saj, Kosova ende përballet me sfidën e vendosjes së sovranitetit edhe në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, zgjedhjet e fundit për pushtetin komunal shihen si një hap i rëndësishëm në përpjekje për integrimin e asaj zone. Në veriun e Mitrovicës do hap fushata 5 ditëshe për zgjedhjet e 23 shkurtit për kryetarin e kësaj komune të banuar me shumicë serbe. 4 subjekte politike, nga të cilat 2 shqiptare dhe 2 serbe kanë vendosur të konkurrojnë për postin e kryetarit të komunës së veriut të Mitrovicës. Zgjedhjet do të përsëriten me që kryetari i zgjedhur në votimet e dhjetorit të vitit që lan pas, Krstimir Pantić, nga nisma qytetare serbe, dështoi të japë betimin duke kundërshtuar që të nënshtrohet ligjeve të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, nisma qytetare serbe dhe nisma qytetare SDP vendosën që të kandidojnë përfaqësuesit e tyre për postin e kryetarit të kësaj komune të banuar me shumicë serbe. Nisma qytetare SDP ka kandiduar kryetarin e saj Oliver Ivanović, pavarësisht se ai ndodhet në paraburgim në ndyshimet për përfshirje në krime lufte dhe krime të pas luftës në Kosovë. Përfshirja në zgjedhjet për pushtetin lokal në Kosovë të komunave veriore të saj të banuara me shumicë serbe u bë e mundur me marrëveshjen e arritur në prill të vitit të kaluar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Bisedimet pritet të vazhdojnë për të përmbyllur çështjen e gjykatave në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi, Ivica Dačić kanë shfaqur besimin se procesi i bisedimeve nuk do të pësojë nga zgjedhjet e parakohshme serbe që mbahen më 16 mars e as nga zgjedhjet e reja parlamentare që pritet të mbahen në Kosovë sipas të gjitha gjasave në qershor. Serbia hapi negociatat për antarësi me Bashkimin Evropian më 21 janar si shpërblim për angazhimin e saj në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, pavarësisht së cilës vazhdon ta kundërshtojë. Bisedimet me Serbinë mundsuan Kosovës të hap negociatat për stabilizim asociem me Bashkimin Evropian në tetor të vitit të kaluar. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.